Pse e marta, data 13 konsiderohet dita më e pafat e vitit. E marta, data 13, konsiderohet nga shumë njerëz si dita më e pafat e vitit. Për supersticiozët është një ditë plot ndalime, plot jo dhe mos, pasi besohet se sjell fatkeqësi dhe ngjarje të pakëndshme. Shumë njerëz shmangin fillimin e diçkaje të re, udhëtimet apo edhe largimin nga shtëpia. Për supersticiozët më ekstrem, është një ditë abstenimi nga çdo veprim të rëndësishëm. Ndërsa në botën anglosaksone dita e pafat është e premtja, data 13, në Greqi reputacioni i keq përkatës i përket të martës, data 13. Në disa raste thuhet se fati i keq mund të shmanget me një hudhër, për të larguar të keqen. Arsyeja kryesore për ngarkesën negative të ditës lidhet me historinë. Konkretisht, më maj 1453, një të martë, filloi rënja e Konstantinopojës nga Osmanët, një ngjarje që për grekët shënoi fillimin e një periudhe të gjatë dhe të errët. Në fakt, disa madje shkojnë aq larg sa e lidhin vetë vitin 1453 me numrin 13, duke pretenduar matematikisht të pasakt se shuma e shifrave jep numrin ngrusus. Në kulturën greke, 13 bie ndesh me përsosmërinë e numrit 12. Numri 12 konsiderohet i plot dhe i shenjtë. 12 janë perënditë e Olimpit, 12 janë punët e Herkulit, 12 janë muajt e vitit, 12 janë orët e ditës dhe të natës, 12 janë dishepujt e Krishtit. Madje edhe ungjit e shenjtë së madhe janë 12. Kështu 13 vjen për ta prishur këtë përfundim, për ta kapërcyer atë dhe për të shkaktuar simbolikisht një çarje. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.